nderuar përfaqësues të medias, sot në datën 23 mars 2022, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Diskutimet e Këshillit Mbikëqyrës u përqendruan në ndikimin që do të ketë në ekonominë shqiptare sulmi ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës, sanksionet e vëna ndaj Rusisë dhe rritja e volatilitetit dhe pasigurisë në tregjet ndërkombëtare kanë gjeneruar një realitet të ri ekonomik dhe sfidues. Ky realitet dikton rishikimin e projeksioneve tona të mëparshme dhe rivlerësimin e përshtatshmërisë të qëndrimit të politikës monetare. Tensioni gjeopolitik do t'jap një goditje të dyfish direkte nga kahu i ofertës dhe indirekte nga kahu i kërkesës mbi ekonominë shqiptare. Megjithatë, bazuar në analizat dhe projeksionet aktuale, Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë vitit 2022 dhe në vazhdim. Ky gjykim mbështetet në gjerësinë dhe fortësinë e burimeve të rritjes, në supozimin e mos përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit, si edhe në atë të vijimit të një miksi stimulues politikash monetare dhe politikash fiskale. Nga ana tjetër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se inflacioni do të qëndrojë mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë për pjesën më të madhe të dy viteve në vijim. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të përshtas nivelin e stimulit monetar në ekonomi. Kjo përshtatje synon të krijojë kushtet e nevojshme monetare për respektimin e objektivit tonë të inflacionit, për ruajtjen e stabilitetit financiar, si dhe për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të ekonomisë dhe të punësimit në Shqipëri. Në vijim lejoni sqaroj më në detaje konkluzionet kryesore të raportit të ndërmjetëm politikës monetare, pritjet tona për të ardhmen dhe arsyet e vendimarrjes së sotme të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Informacioni i ri i disponuar sugjeron se ekonomia botërore po përballet dhe do të vijojë të përballet me çmime të larta të ushqimeve, të lëndëve të para dhe të produkteve bazë. Këto goditje do të transmetohen edhe në Shqipëri. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi rritje në tremujorin e parë. Sipas të dhënave të Instatit, ky inflacion regjistroi nivele 3.7% dhe 3.9% respektivisht në muajt janar dhe shkurt. Donse të dhënat zyrtare të plota mungojnë, informacioni i disponuar tregon një rritje të mëtejshme të çmimeve në muajin mars. Ecuria e inflacionit në Shqipëri është ndikuar nga rritja e çmimeve të artikujve ushqimor, të naftës dhe të kostove të prodhimit dhe të transportit. Në terma makroekonomik, trendi i rritjes së inflacionit pasqyron rritjen e shpejtë dhe të qëndrueshme të kërkesës, rritjen e pagave dhe të punësimit, si dhe rritjen e shpejtë të çmimeve në tregjet ndërkombëtare gjatë 2-3 mujorëve të fundit. Këto dhëna kanë qenë të larta gjatë gjysmës kanë qenë të larta gjatë gjysmës së dytë të vitit shkuar dhe janë vënë në presion të shtuar nga tensioni gjeopolitik që shoqëron konfliktin në Ukrainë. Ecuria e mëtejshme e çmimeve do të përcaktohet nga intensiteti dhe gozjatja e këtij konflikti, nga ndikimi që ai do të ketë mbi çmimet dhe tregtinë ndërkombëtare, si dhe nga qëndrueshmëria e rritjes ekonomike në vend. Të dhënat që vijnë nga tregjet e huaja sinjalizojnë se çmimet në tregjet ndërkombëtare do të vijnë të mbeten të larta edhe gjatë vitit 2022 dhe vitit 2023. Këto çmime të larta do të gryejnë fuqinë blerëse të familjeve dhe do të shoqërohen me ngadalësim të ritmit të rritjes në rang botëror. Përjedhoi, projeksionet globale të inflacionit për 2 vitet në vijim janë rriparë për lart, ndërsa projeksionet e rritjes ekonomike janë rriparë për poshtë. Po ashtu, pjesa më e madhe e bankave qendrore kanë përshpejtuar planet e tyre të normalizimit të politikës monetare.
Përkundrejt kësaj situate, ekonomia shqiptare ka shfaqur shenjat e qarta rimëkëmbje. Informacioni i disponuar tregon se aktiviteti ekonomik ka tejkaluar nivelin e regjistruar përpara tërmetit dhe pandemisë në tremujorin e parë të vitit kaluar. Po ashtu ky informacion sugjeron se momenti pozitiv i rritjes është mbartur edhe në 2 muajt e parë të vitit aktual. Rritja ekonomike ka pasur një bazë të gjerë. Ajo pasqyron zgjerimin e thuajse të gjithë sektorëve të ekonomisë dhe përbërësve të kërkesës agregate. Në terma makroekonomik, rritja ekonomike është ushqyer nga përmirësimi i besimit, nga rritja e kërkesës së huaj, nga ambienti i favorshëm monetar dhe financiar, si edhe nga stimuli fiskal i 2 viteve të fundit. Politika monetare stimuluese e Bankës së Shqipërisë ka gjeneruar tregje financiare të stabilizuara, norma të ulta interesi, si dhe kushte të favorshme financimi. Kredia për sektorin privat u rrit me 11.8% në muajin shkurt, duke ilustruar një mbështetje në rritje me fonde të konsumit dhe të investimeve. Trendi i rritjes i kreditimit është ndikuar si nga rritja e kërkesës së bizneseve dhe familjeve, ashtu dhe nga politikat e favorshme të kreditimit të aplikuara nga sektori bankar. Sektori bankar vijon të karakterizohet nga bilance likuide të shëndetshme dhe rënje të kredive me probleme. Vlerësimet tona sugjerojnë se kërkesa agregate po gjeneron një shfrytëzim thuajse të plotë të kapitalit dhe të punës. Rritja ekonomike është pasqyruar në rritje graduale të punësimit dhe përshpejtim të ritmit të rritjes së pagave. Në veçanti të dhënat e Instatit tregojnë se punësimi u rrit me 2.1% në terma vjetor gjatë tremujorit të 4 të vitit 2021, ndërsa paga në sektorin privat u rrit me 10.2%. Norma e lartë e rritjes së pagave sugjeron se tregu i punës karakterizohet nga hapësira të pakta të pashfrytzuara. Përtecimi i parashikimeve afatmesme tregon se ekonomia shqiptare do të vuajë pasojat e goditjes. Rritja e çmimeve në tregjet botërore dhe reduktimi i kërkesës huaj do të shoqërohen me norma më të larta inflacioni dhe rritje më të ngadaltë ekonomike krahasuar me vlerësimet tona të mëparshme. Megjithatë, vlerësimet e skenarit bazë sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë të rritet edhe gjatë vitit 2022 edhe në afatmesëm. Po ashtu projeksionet tona tregojnë se rritja ekonomike do të mbetet në territor pozitiv edhe në rast se goditja rezulton më e fortë se sa vlerësimet aktuale. Nga ana tjetër, goditjet e ofertës dhe qëndrueshmëria e kërkesës së brendshme pritet pasqyrohen në norma më të larta inflacioni në të ardhmen. Sipas skenarit bazë parashikimeve, inflacioni do të luhatet rreth nivelit 5 deri në 6% për pjesën e mbetur të vitit 2022. Mëtej me qetësimin e pritur të tregjeve ndërkombëtare, inflacioni pritet të vijë në rënje gjatë vitit 2023 dhe të kthehet në objektivin ton në tremujorin e fundit të vitit 2023. Në konsistencë me parashikimet e mësipërme dhe komunikimet e tij të mëparshme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë e vlerësoi të nevojshme për shtatjen e qëndrimit të politikës monetare me kushtet e reja ekonomike. Politika jonë monetare ka qenë teje stimuluese gjatë 2 viteve të fundit. Ajo ka synuar nxitjen e kërkesës agregate gjatë pandemisë si një parakusht për respektimin e objektivit tonë të inflacionit. Kjo politikë monetare ka rezultuar e suksesshme në misionin e saj. Megjithatë, goditja aktuale e ofertës dhe fortësia e kërkesës agregate rrezikojnë të cënojnë objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Duke gjykuar me sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi rritjen me 0.5% të normës bazë të interesit nga niveli aktual prej 0.5% në nivelin 1%. Mbajtjen e normës interesit të depozitës njëtitore në nivelin aktual prej 0.1%
dhe rritjen e normës interesit të kredis një ditore nga niveli 0,9% në nivelin 1,9%. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vlerëson se edhe pas kësaj lëvizje, qëndrimi i politikës monetare vijon të jetë stimulues për rritjen e ekonomisë, të punësimit dhe të pagave. Në realitetin e ri, ky qëndrim ofron një balans më të mirë midis rrezikut të përshpejtimit të inflacionit dhe rrezikut të dëmtimit të rimëkëmbjes ekonomike. Duke gjykuar me informacionin aktual, normalizimi i qëndrimit të politikës monetare do të jetë një proces gradual dhe i mbështetur në informacionin e ri. Megjithatë, Këshilli Mbikëqyrës vëren se balanca e rrezikeve mbi inflacionin mbetet në kahun e sipër. Për këtë arsye, Këshilli Mbikëqyrës do të monitorojë në vazhdimsi reagimin e ekonomisë shqiptare ndaj kësaj goditje dhe do të marrë të gjithë masat e nevojshme për respektimin e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm dhe në afatin e gjatë. Ju falenderit, kjo ishte deklarata e politikës monetare pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës në ditën e sotme. Nëse ka pyetje, po. Përshëndetje, Eliza Gjediku nga Report Televizion. Në rast se situata me çmimet vijon të jetë përsëri problematike si pasojë e konfliktit që ne nuk e dimë se sa do zgjas, a ka Banka e Shqipërisë alternativa të tjera për të ndërhyrë apo për të marrë masa për të pasur stabilitet çmimesh në vend përveç rritjes së normës së interesit? Dhe pyetja e dytë është për luhatje që ka pasur në fillim të këtij muaji me kursin e këmbimit, ku euro në disa pika po këmbehej deri në 128 lekë. A ka pasur ndërhyrje nga Banka e Shqipërisë në treg? Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, faleminderit për pyetjet. Objektivi kryesor që ka Banka e Shqipërisë me ligj është ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe instrumenti kryesor që Banka e Shqipërisë përdor në këtë drejtim është norma bazë e interesit. Norma bazë e interesit aplikohet mbi monedhën kombëtare dhe transmetimi i politikës monetare duhet theksuar që është gradual, pra nuk është i menjëhershëm. Kërkon 2 deri në 3 mujor dhe më shumë që të reflektohet në nivelin e çmimeve. Natyrisht që Banka e Shqipërisë ka dhe instrumente të tjerë, përveç këtij instrumenti kryesor, që janë të gjithë elementet e tjerë që kanë bënë si me masat mikro dhe makro prudenciale që aplikohen për stabilitetin financiar, pra mbi sistemin financiar dhe mbi sistemin bankar, po ashtu dhe masa që kanë bënë me situatën e likuiditetit, pra me furnizimin e tregut me likuiditet sipas situatave të ndryshme të caktuara financiare. Këto janë situata krize që janë specifike, që kanë tiparet e tyre. Natyrisht që ne kaluam një situatë krize të vështirë që ishte periudha e pandemisë dhe ajo situatë krize përfshirë dhe sjelljen e tregjeve para kësaj situate kërkonin një politikë monetare lehtësuese, pra një ulje të normës interesit deri në nivelin minimal historik. Situata ndryshoi, jemi në një situatë krize që vjen nga konflikti ushtarak në Ukrainë dhe përballemi me të kundërtën, me rritje të çmimeve dhe një qëndrim të ndryshëm politikës monetare. Ky është një qëndrim i politikës monetare që kanë po mbajnë shumica e bankave qendrore sot në Eurozonë, por dhe në botë, edhe Federal Rezerva dhe bankat e tjera qendrore. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të punojë për objektivin e politikës monetare, duhet të theksoj që me gjithë limitet dhe kufizimet që ne kemi pasur nga niveli lartë i eurizimit në ekonominë shqiptare, transmetimi i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë ka qenë i mirë, ka qenë shumë i mirë me këtë nivel kufizimi, pasi ne kemi pasur rritje të konsumit, investimeve, rritje të ekonomisë dhe rritje të kreditimit në monedhën kombëtare. Për arsye të nivelit të lartë të euroizimit, pikërisht për këtë arsye ne kemi lançuar para disa vitesh monedhën e promovimit, planin e promovimit të monedhës kombëtare për të shmangur riskun e kursit këmbimit që pikërisht për këto momente është bëhet aktual. Dhe instrumentet e tjera të cilat unë i përmenda do të jenë në funksion të stabilitetit të çmimeve, në funksion të stabilitetit financiar dhe në mënyrë graduale do të shohim efektivitetin e tyre. Deri sot ka rezultuar pozitive. Çdo krizë ka specifikat e saj, do të shohim efektin si do të jetë në raport me zhvillimet e tregjeve dhe me zhvillimet e ndryshme ndërkombëtare. Pasi duhet theksuar dhe kjo që këto janë goditjet ofertës që vijnë nga tregjet ndërkombëtare. Pra këto rreziqe, këto goditje për cilat ne jemi detyruar të përballemi si autoritete publike janë
pasojë e goditjeve nga tregjet ndërkombëtare dhe jo nga zhvillimet brendshme. Pyetja e dytë ishte lidhur me kursin e këmbimit. Sjellja e kursit të këmbimit në këtë moment shfaqi në mënyrë të ngjashme të njëjtën sjellje që kursi i këmbimit shfaqi me fillimin e krizës së pandemisë. Qofse ju kujtohet, para 2 vjetësh, sapo filloi goditja nga kriza e pandemisë, ne patëm një zhvlerësim në kursin e këmbimit, pra një zhvlerësim monedhës kombëtare dhe Banka e Shqipërisë bëri ndërhyrjen e saj në atë moment. E njëjta gjë ka ndodhur dhe kësaj radhe. Për disa ditë ne vëmë re, para disa javësh, që kursi i këmbimit pati zhvlerësim. Duhet të theksoj që kursi ne respektojmë regjimin e lirë të kursit këmbimit. Nuk kemi objektiv një kurs këmbimit të caktuar. Pra, duke qenë një regjim të lirë të kursit këmbimit, ne ndërhyjmë vetëm në raste specifike të përcaktuara qartësisht me rregullore. Dhe këto raste janë kur kursi ka sjellje të çuditshme, pra ka sjellje spekulative, kur hapen spreadet, dhe konkretisht ne ishim në këtë situatë, pra kur kursi i këmbimit kishte një sjellje të çuditshme me sprede shumë të larta, që vinë si pasojë e goditjes së faktorit psikologjik dhe pritshmërive të larta të agjendëve ekonomik për rritje të çmimeve të importit, të energjisë, naftës dhe të gjithë produkteve tjera të importit, por nuk përfaqësonte një situatë reale të kërkesës dhe ofertës në treg. Atëherë Banka e Shqipërisë ndërhyri për 2-3 ditë, na bën ndërhyrjen tonë dhe kursi u stabilizua. Fakti që kursi u stabilizua pas ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë vërtetoi që sjellja e kursit ishte si pasojë e efektit psikologjik dhe jo e faktorit kërkesë-ofertë. Gjithsesi do theksoj që ne ndërhyjmë vetëm për këto raste në kurs këmbimi dhe në qoftë se kursi i këmbimit do të nënçmojë ose do të mbiçmojë si pasojë e një realiteti të ri ekonomik, Banka e Shqipërisë nuk do të ndërhyjnte, pasi ndërhyrjet në kursin e këmbimit, thash, janë të specifikuara, bëhen në raste shumë të veçanta kur goditet objektivi i inflacionit, të stabilitetit financiar, për rritjen e rezervës valutore ose kur kemi sjellje të çuditshme nga faktorë psikologjik. Për në ditët aktuale, ne shohim që kursi vazhdon të mbetet i stabilizuar, të shohim si do të cilët ekonomia, si do të jenë tregjet, sa do të jetë gjatësia e konfliktit, kohëzgjatja e konfliktit dhe niveli goditjes së konfliktit nga tregjet ndërkombëtare në ekonominë shqiptare. Edhe vendimmarrja e sotme e Bankës së Shqipërisë ose bankave qendrore në përgjithësi për rritjen e normës interesit ka një lidhje korrelative me nivelin e kursit këmbimit. Pra, mos reagimi i bankave qendrore me politikën monetare, me normën bazë interesit, në ulje ose të ngritje të normës interesit sipas situatave të caktuara, do të ndikonte në zhvlerësimin e kursit këmbimit. Kjo është ajo që unë do të thoja për kursin e këmbimit, nëse ka pyetje tjetër. Faleminderit.